Alban, zemra e nanës. Wow. Që kur erdhe në këtë botë, mbushe jetën tonë me dritë e buzëqeshje. Ti ke qenë gjithmonë ai djaloshi i plot energji, me sy të shkëlqyer nga kurioziteti dhe me pyetje të pafundme. Aq shumë sa shpesh mbetesha pa përgjigje. Një nxënës i jetur për dije, një student i dalluar, sa gëzim ndjeva kur more notën 10 në provimin tënd të parë në statistikë. Ishte një moment krenarie që do ta mbaj mend gjithmonë. Gjithmonë e ke dashur muzikën, zëri yt, këngët që këndoje më mbushnin me lumturi. Pastaj martesa jote e lumtur me Rinën më dha edhe një dhuratë tjetër. Më dha mundësinë për të përjetuar një dashuri të veçantë, si gjyshe e Andës dhe e Gentit. Me ty, me Rinën dhe me fëmijët tuaj, po ndërtoj kujtime të bukura çdo ditë. E di që nuk ka qenë gjithmonë e lehtë, rrugtimi yt ka pasur sfida, net pa gjumë, por ti ke ecur përpara me forcë dhe besim në veten tënde. Dhe sot ja ku je, një burr i fortë, një njeri i suksesshëm. Mos haro kurrë se suksesi nuk matet vetëm me arritjet profesionale, por edhe me shpirtin tënd, me mirësinë që ndan me të tjerët dhe me dashurinë që bart brenda vetes. Pavarësisht se sa lart do të shkosh, dije se unë do të jem gjithmonë pranë teje, me një zemër që lutet për ty dhe me një dashuri që nuk ka kufi. Jam krenare për ty me dashuri të pafund nëna jote. Fantastike, fantastike. Faleminderit shumë. Që ka lidh shumë bukur. Faleminderit shumë. E falenderoj shumë që ka ndarë kohë për emisionin tonë. Shumë e bukur. Do të harruj këtë letër me krenari e me knasit veçantë. Alban, çka je më shumë krenar që ke mësuar prej nanës, ose çka janë ato tiparet e përbashkëta që i ke kështu? Nana ime është një karakter tepër i butë, e cila ka ofruar dashni të jashtëzakonshme për familjen e ngushtë dhe të gjerë. Është motra e madhe e familjes, motra e madhe e 6 vllazërve. Pra nana ime është rritë në një familje të madhe, në një familje e cila është shembull edhe për mua, po duhet të jetë shembull edhe për krejt familjen tonë, një familje shumë e dashur, një familje shumë punëtore, një familje pa probleme, me dashni të jashtëzakonshme, pra dashninë e dajve të mi që unë e kam përjetuar gjithmonë, e të tezës time, pra një familje me 8 fëmijë, me një harmoni të jashtëzakonshme, e nana em ka qenë shtylla edhe si motër e madhe, e pastaj atë dashni, atë mirësi, atë butësi e ka sjellë edhe në familjen tonë të vogël.